Të nderuar shikues, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sonte në emisionin Të njohim të vërtetën me hoxhën e nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqin. Si zakonisht tashmë ky emision është i njohur për gjithë ju, është pra i drejt për drejt dhe i hapur për të kontaktuar dhe për të bërë pyetje, pastaj sigurisht për të marrur përgjigjet apo këshillat nga hoxha e nderuar. Asalamu alaikum misirë. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se gjej. Pa unë bërkohë shkojmë tutje me pyetjet e para të cilat kanë arritur me SMS, thotë jam një djalë 13 vjeçar, kam dëshirë shumë me shku në xhami, mirë po nëna ime nuk po më lejon me shku. Si të veproj në këtë rast? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar, salavat e selam i dërgojmë pejgamberit të bekuar, familjes së tij të respektuar, shokët e tij shumë të nderuar, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën ati i burrit të madh derisa tek kësaj dite kanë ndjekur dhe kanë trasuar, dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Pastaj themi se shkurja në xhami për meshkuj është vajib në mendimin më të fortë të ulemave. Nuk bie më pak se sa sunnet muakkad, sunnet i fortë. Mjafton rëndësia e shkurës në xhami, mjafton për të hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si argument, i cili tregon për rëndësinë e namazit me xhamat, ku thot salatul xhamati tafdul ala salatil fardhi bi 25 daraja. Namazi me xhamat është më i vlefshëm se sa namazi vetëm për 25 shkallë. Transmetim tjetër për 26, transmetim tjetër për 27. Duke mos e harruar apo duke mos e anashkaluar edhe hadithe tjera të cilat tregojnë për sevapet të mëdha që ka shkurja në xhami, vetëm shkurja si shkurje, ku për çdo hap që bën robi për në xhami i ka 3 të mira, i shkruhet një sevap apo i shënohet një sevap, i fshihet një gjuna dhe ngritet një shkallë të madhe Zot. Kështu që nëse bën 1000 hapa, i ka 3000 të mira, pa edhe 1000 ka të kthehet të 3000 tjera. 6000 herë 5, kohë namaz 30000 të mira i ka. Tash imagjino ti 30000 të mira me fitua vetëm shkurje dhe ardhin në xhami. E ku është me dalë saft pare, ku është sa ma shumë xhamat, as ma sevape, jep dikuj selam, ta merr dikuj selamin, namaz xhamatit si ka më herët. Këto e bëjnë namazin në xhamat ashtu vlefshëm sa që nuk as që ja vlen me krahëzu, sikur se me thonë për krahëzojnë diamantin me cila metal është me në i farlamëri të një që dikon që të për s'krahëzohet e pun. Se kishin njerëzit me thonë hajt me krahëzuat e me këte. Dhe ka i cekt nuk për dika me vlerësu gjanat. Kështë që namaz me xhamat është për dharatave të mëdha të Zotit, për mundësive të dhëna, mundësive të arta, të robit, me pak punë, me ngrit shumë të Allahu. Andaj muslimant do ta kenë parasysh që pjesë e jetës së tyre, sparit jetë ndërtimin e xhamia në lagje ku banojnë, apo një mesgjide, apo një faltore që atë qoftë. E pastaj me shkon të 5 herë në ditë, vetëm nëse është në punë në shkolla të tjera, në mënyrë që me nxan këtë hajt madh, sepse këtë s'o zan askundi tjetër. Tani, kjo është për këtë meshkujt e umetit. Por jo për femra. Femra të falin namazin në shtëpi, kanë të drejtë me dalë në xhami, pejgamberi ka mos e ndaloni, por ka thonë buyutuhunna khairun lahunna, shtëpiat e tyre më të mira, më të vlefshme për to. Por në la tamnu ima Allah masajid Allah, por mos e ndalon me shkon në xhamia. Ama të shtëpia kanë më mirë, më sevap. Tash këtë 13 vjet djali është në moshën madhore, ka hy ose aty afër. Dhe dohet me shkon në xhami. Por ja që nana nuk e lën. Në fakt është një rregull i artë tek në Islam, në ligjin Islam,
në gjërat të cilat i obligohen robit, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk dëgjohet krijesa kur është pyetje me hinë gjëna të krijuesi. Por kjo është kur janë farze gjërat. Për shembull, nëse nana të ndalen me fal namaz, tash je mes dy gjërave, a me ngu nanën, e që është obligim me ngu nanën dhe është ibadet i madh me ngu nanën, apo me ngu Zotin i cili për të thëtë Allahu faljo, këto nuk e që ka kujtosh dy herë, por ju thë nanës së mjeket që amone më falë po. Njëjtën gjë për motrat e cilët invojnë mbulesën. Je pëmpengon nana, je baba, je burri, pëmpengojnë e vërtet, pëmpengojnë, por Zoti më ka urdhëruar. Andaj unë jam mes dy urdhrave, një urdhër është i artë, është i pakëntestueshëm, është urdhër qiellor, me vënu mbulesën, ndërsa në këtë anë është një urdhër me hjek mbulesën, apo një ndalesë me vënu mbulesën, e që është për një anë shumë të rëndësishme, burri, baba, ku ta diun. Megjithatë, anëpse të dashur, të respektuar, nuk më nga i këta nga se të mengu Zotin. Te bareke ve teala. Kështu që namazet në xhamat nuk arrin atë drejtë farzet, por megjithatë duhet me shku në xhami. Ti mundohu me bindë nanën, s'pako në herënditje me dalë, ose herë, ose derisa se ndoshta nana ngrata tutet, ose ki pak larg, ose disa nana vetë ashtu kanë frikë, me tutën me lanë fëmijët, andaj është ndoshta është mirë me thonë dikujnë xhamia atje hoqës, dikujnë atë qamë, dikujnë ma të vjetër, të më shëqëran, të ma bindë nanën tem që unë nuk përshkenë rrugëve të këqija, xhamia mirë në mësën, hajrë në mësën, nuk ka sanë të këqija në xhami. Allahu të rujtë. Amin. I nënkuadrojmë telefonatën e parë për sonte. Alo, përshëndetje. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Selam aleikum, hoqë moderator dhe gjithë shikuesve. Dhe ishte një dy pyetje dhe dy sugjerime. Ordonani. Pyetja e parë është, a do të me adhon dorën gjithë miqët, gjithë të hoqës, ollës, tezën se kështë më rafë. Pyetja e dyta gëzëvetarisht me punu si paljes e me vërhohojnë zëgjerimi ne. është valloj biloj. S'është e qartë se munden edhe në herë. Të zëgjerim. Nëse munden e... Se që ka bëjë me atë po dhe këto veja vetëme. Edhe një herë nëse ka mësi pyetjen e dyshë, sepse nuk është e qartë. Zëgjerimi dytë është dinesi në gjesë në këtë fejë dhe që të në gjesë. Jo veç vetë. Regjia është duke dëgjuar dhe kupton thot. Në rregull. Faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Një përcikore, ju kësë thonë, më të për një lanë se të ora fitan në katër. Allah ka doshtë me që me konë me gratë lartë. Elhamdulillah, pëjtë i e vlioha dhohet. Që i korja shkakë zhëmë të këqia. Në rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim. Ju përshëndet policisë murë nga vështëria. Allah ju rujtë. Amin. Faleminderit shumë, pyetja e parë është e qartë, e dyta presim regjia më tregu, pastaj për me vazhdu tutje. Dorën me fol për dorë çikës, migjës, hallës, kështu. Në fakt, me folja, përshëndetja për dorë, për pas femrave, me të cilat ke të drejtë të martohesh, për pas femrave të cilat nuk ke të drejtë të martohesh, të tjerave nuk ke drejtë të folë për dorë. Me që konë këto mahrem, femrat mahrem, të afërta, me të cilat nuk ke të drejtë të martohesh.
femrave tjera në parim nuk ke të drejtë mi folë për dorë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka folë për dorë. Sahabët nuk e kanë folë për dorë. Po dhe gratë e sahabëve, burrave të huaj nuk e kanë folë për dorë. Por edhe tek shqiptarët tek ne. Edhe tek ne shqiptarët. Deri vonë, gratë burrave të huaj se kanë folë për dorë. Edhe burrat gratë huaj se kanë folë për dorë. Mirë po komunizmi arriti me na thy atë tradit dhe me na kriju një tradit të re, me na fut një tradit të re. Dhe o lajë tradit, dhe jere tradita tjetër, një folë burrave të huaj, gratë edhe jo njëherë, po i folin 2 herë, dhe mojnë dorën si gatë, shtrëngu shumë të vetërën që shjetë të ki, po dësës po bëjka me folë një herë, apo nuk po bëjka me folë 5 lartë për distancë, nuk po bëjka. Nuk po bëjka, pa qare ko kam ja prejkë dorën njëri tjetërit. Po zote herë boft, kjo është një sprovë cila ka goditur rrimetën këtë zaman, por ku të kështu është në anën tjetër, qatë gjënahat shumë të tjera kemi, apo janë duke bërë sa që kemë betet e vogël, krahëzim gjënahat e tjera, sepse ma gjënah i madh është, me dalë për para që e themen që është del ty, e mua nëpse ki tafër, në kësherina, teza, këta diune, tafër. Ma gjëna e madhë është forma, mënyra që është del ajo, ku Allahu na falët. Ma shumë ka pjesë trupe që i doken, sasa që nuk i doken. Kjo me aranë shumë. Zotëruna, bënë rahmet neve. Po. Andaj kjo meselë është fattakullah mastatatum, të të një zote sa të mundeni. Pyetja e dytë që ka kuptuar pjesërisht regjia, për thotë a lejohet me punu polic, sepse një polic mundet me vro hajnin. Që? Mundet me vro atë drogagjin e kështu me radhë, pra pastaj ka përgjegjësi për Pse hajnin e policë për kush do të më vra ata? Nëse veç kërkohet me vra. A do më dalë me vra atje? Policia është shtet. Policia është ligj. Ligji shënuan letër. Në praktikë kush është polici në rrugë, gjykatësi është atje në tavolinë, në zyret vet. Kush më mbrojt miletin? Kush më nxan hajnat? Kush më nal drogerashat? Kush më nal banditat? Kush më nal kriminalt? Kush më nal vllazni që myten me zveti? Vllaznia myten me zveti. Kush më nal ata? Policia e bën këtë punë. Për ata shteti, për nga kande islam, shteti, nëse një njeri duke mënu me nxanë dhe ik, apo rezistan, dhe policia detyrohet me shtinte, dhe ajo ka e gjellë e vdes, nuk e ka bërë që me pagu gjakun. Gjakit i shkan hoq. Po, gjakit i shkan hoq. Sepse është dashur me ju dorëzua shtetit, organat shtetit, nga se ka bo vepër. Kështu që policë tonë, natyrisht do të pas polici përgjegjësi këtë punë dhe këta elhamdulillah kanë. Nuk e vrojnë njerin. Por, flasëm pikën kulminante, maksimumin, ekstremin. Që nëse policia duke ndjeku një person, i cili bën fesad në popull, dhe ndjekin me zanë, dhe e reziston, dhe nuk dërzohet, dhe është e pamundur me kap atë, dhe fillon me shtin policia, dhe policia shtinën te, dhe des, gjaku i tina shkon hoq, nuk kanë bërë shariatikisht me pagu asgjë. Për derisa nëse na ndodh neve me zvete shtetarët, automatikisht e kanë bërë që me pagu gjakun. Ka dallim.
Kështu që policia bën një punë çka nuk mund të bëj kërkosh. Andaj është punë fisnike. Vetëm se do të më kry me nder. Me kry me nder. Pa dhështëria është punë fisnike tash. Nëse këta policia derdhin detyrohen kushtimisht me vrarë dikën, ushtari çka? Ushtari çka? Cila detyra ushtarit? Me nejtë 20 vjet me hangare me pi dhe me stërvit. Ka mundsi një herë ndodh për 20 vjet, për 40 vjet, me ka pushkën dorë dhe tani çka? Shkrip çokoladë pluma. Po e punë fisnike, sepse del krah vatanit, e mbron popullin, e mbrojtja e popullit. Nuk ka punë fisnike, punë e shajt. E këtë bëjë policia për ditë. Për ditë e bëjmë policët. Kështu që një të më lutë për ta policin, me i udhëzu, me i drejtu zoti, me i apërojnë kry tyne njerëz sinqert, njerëz parimor, njerëz që letë kanë qëllime shumë fisnike, shumë sinqerta, e që dojnë vatanin, e dojnë popullin, e dojnë dinin, dhe i ruajnë interesat e popullit, po ashtu edhe policia, një të ngja, individ, sepse tanë për vete kanë më llogarit para Zotit, për ndryshe në vija trasha, kjo është mendimi jam që në për këtë llogaritën para Zotit jepe gjevap nesër, kur da ditë kam jetët nëse pyetëm, policia tek ne të bën një punë aq të mirë, bile, pa dash me egzageru heq, dhe mja mojt anas kujt, për mendimin tim, është institucioni i cili më së shumti ka kontribu në Kosovën tonë pas luftës. Mu më pyet, për 20 e sa vite, pas çlirimit tonë nga okupatorët, cili institucion më së shumti ka kontribuar në vatanin tonë, në ndërtimin e shtetit tonë, për hapjen e sigurisë të tjerë, është policia. Me gjithë dësa gabime lëshime që kanë, për janë njerëz ata dhe janë kalablak njerëz, e kur janë kalablak njerëz, në të është një mali madhë, shumë normal, po të lutem. Po. Vazhdojmë tutje me historinë e këtij emisioni, kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë, selam aleikum. Aleikum selam, mirë mbrëma. Na lëzojmë. Po, urnani. Deshta një pyetje për hoxhën e nderuar. Po? S'po di, kërkova ndihmë pe hoxhës, s'po di ç'më thonë një fenomen që apo di unë, më ka ndodhur mua personalisht, ka qenë kohë mbrëmjes edhe kam qenë mbrana në familje të qëndruar, diçysh shumë ka ardhur sikur kur thirr dikush diçka del jashtë. Unë kur dal jashtë edhe në atë moment kisha ndëgjuar më herët për pleqve që e kanë përjetuar rastin ju ka hap qielli. Mua në atë moment që jam dal jashtë, mu ka hap qielli edhe që shkom dëgjuar më herët për pleqve thojnë me mujt njeri në ato momente me kërku gjenetin, te Zoti gjenetin, që apo di po nuk ish si shpun aty me kërku në gjenetan e diçka se po habit ke njeri krejt. Qysh ke ter errësirë shumë e madhe që nuk sheshe gishtin sy me shtije, mu ka hap qielli deri te konte dhe prapo kthya jafar drite prej konve atje ku filloi dhe u mbyll prap, kështu që po ta mundësi me po shtëpia sikur në pik ditës me kon. E deshta një skaren pe hoxhës. Dhe këtë quani që është hapur qielli për ju. Çka është kjo çështje kështu diçka më madhoni spjegim, a ka spjegim, a s'ka. Ju faleminderit shumë për juve. Çe e kanë të bo? Unë jam konë të qëndru në shtëpi mrena me familje. Mahabet për ditë, normal. Po normal, mramje kemi punue të nditën, edhe në shtëpi me familje të qëndru, diqysh sikur kur të më thot dikush, hajde që del jashtë. Sa për po. Në rregull, pyetje të përgjigjoj. Kuptuam atë, a ke qenë në avdes, në të kujtohet? Jo, s'kam pas avdes, se veç sa jemi këthy pejt orave, pejt punës. Ka qenë masacis? Po. Që aty në kohë t'jatësijes ka qenë. E ke falë jatësin, apo akshamin më herët? Vallaj, jo, hoxh, s'po të rajhi se në atë kohë nuk jem falë, ndërsa tash falëna. Në qatë kohë si e falë? Jo, në qatë kohë.
Jo, në qatë kohë nuk janë falë, tash lutna e falna edhe e di Ma Zotin. shati raste e ke nisë më falë, pa ma vonë? Jo, ma vonë ja kom nisë më falë. Sa ma vonë? Po vallahi mas një 2 vjetë, po që ashtu diqka. Haj me detaj. E tani gjithat të mirë shtava Zoti të veçej dhe ti prap nuk rëndësisht da? Për Zotin nuk di qa me thovish, mas 2 vjetë ja kom nisë më falë edhe falë tash rregullisht. Elhamdulillah. Elhamdulillah, kam një familje të shëndosh. Elhamdulillah. Do të merrni pas pak përgjigjen, faleminderit shumë. Elhamdulillah. Ju përshëndesim, Allah selam i trujt, aleikum. elhamdulillah. Faleminderit shumë. Allah i trujt, Natën mirë. elhamdulillah. Pas ka pas drejtjen e fort. Po, valla. E pas ka pas drejtjen e fort. E çdo insan e ka nga një dreq. Çdo insan e ka një dreq. Kjo pas ka pas drejtjen e fort, i cili nuk e ka lëshu lehtë. Që i ndëruar. Por me gjithatë ka rrit me mujtë edhe tash fal namaz, elhamdulillah, dhe kjo është me rëndësi. Ata që për e thu te, pavarësisht në vërtetës, realitetit, gjendjes tane, emocionale në atë kohë, tjere, a ka mundësi me ndodhë e tillë? Ka mundësi me ndodhë e tillë. Ka mundësi. Për shembull, Ebu Musa Ash'ariu, një sahabi shumë i nderuar. Shumë i nderuar. Me origjinë nga Jemeni. Një lexues i Kuranit i mrekullueshëm. Me një zë aq të ëmbël, sa që edhe me laqet e kanë pëlqyje rimen e zërit të tij. E pejgamberi ka thënë për të sallallahu alaihi wasallam, laqad utite mizmara min mazamir ali Davud. Ty të ka dhënë Allahu një hise prej hiseve të zërit të Davud alayhis salam. E Davudi alayhis salam e ka pasë zërin më të bukur në botë. Për atë Davud alayhis salam shënësek Allahu në Koran, disa vende, disa sure. Kër e ka lexu Zeburin me zë dhe ka adhuru Allahun, shpes të cilat kanë qenë duke fluturuar qiell sipër dhe kanë dëgjue rimen, zërin e tij të bukur, janë dalë në qiell. Nuk kanë mujtë me vazhdo rrugën më, atë shumë që janë kënaqë me leximin e Zeburit nga ana e Davud alayhis salam. Dhe kur Davudi ka bërë tasbih, ka madhuru Allahun edhe të kanë madhuru me te. Derisa që është cekur në për librat vjetra, derisa ka ndodhur ndonjë shpez, atë shumë ka nejtë lartë qiellin një vend. S'ka mund të lëviz atë shumë që është hipnotizuar me melodinë e zërit të bukur Davudit, derisa bëm pe diellit ka rënë tokë e ngordhur. E pejgamberi për thot Ebu Musa Ash'ari, ty Allah të ka dhënë një hise të atij zanit bukur. Këtë tregon për veten, i tregon pastaj pejgamberit ja Rasulullah. Dola në barr, mbrëmje, natë të qetë, dhe për lexoj Kur'an. Za. Një kali që atje lidhën dikën kalin e vetë, dhe të lexoj Kur'an, kur i pash 2 sire, nore dritë përbojnë. Pëzbresin, gati na përfshineve. Dhe të rem kali. Për të rem kali, unë nala. Dhe atë filluan më ngrit, dhe është duke. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ja komentoi më njëherë. Tha, ato kanë qenë me laqe, të cilat e në afro afer.
me të shoqëru ty në leximin e Koranit, ka zëri bukur. Dhe po mës të kisha në lanë gjysë leximin, atë ishë nartë këshin përqafu. Por të dhe mas kalit, kali o habet, o tëtë, dhe atë shku në lartë. Dhe raste tila ka dhe tjera raste, ose kemi raste tjera, ku kanë cekur shumë, në për hadithe ka ardhur, në gjarje të cilat ka ndodhur sahabëve, ulemave të selefëve dhe të tjerë, dhe në shënuar në për libra të ndryshëm, ku thot ndëgjova një za. Për shembull një recek, tha, ishte vape madhe, vera, për është fash një re. E reja, kur ka thatësit madhe, është një mysh dhe se për dhe më rashi. Me që në ti në botën arabe atje, ku thatësia është e gjatë. Dhe thëtë e pash atë re, por për që di, e niva një za. Për thëtë, shka lëshëshijun në arat e filanit. Ka, pa vjen këzas për di. Dhe i pa sharat, ka hecin, ka shkojnë. Dhe në shkova për mas. Për më interesën në ratë, ku për lëshojnë shi, që këza që niva ane, a më dëk mua. Kur shkan? Peshen një plak, të pënun që të farfushe, artë madhe, të pënun të, pa bjen shinte. Shiju që të pa bjen. Pastaj kjo pytë, thët, përshen jo, thanjem, e nësib dhe maliku. Sahabia e pejgamberit. Sallallahu alaihi wasallam 10 vjet e ka shërbi pejgamberit. Se nëse ka jetu gjatë. Nëse është për sahabët fundit që ka vdekur, mandje ka është një mendim se ka vdekë i fundit, e thotë për i të fundit. Ka jetu mbi 100 vjet. Dhe jo që ashtu ka tha po. Thanën dëgjova, një za, ka thëtë kështu dhe kështu dhe kështu. Dhe shi tash ka marrë para shatit, diçka pja qel vadën, ujt, rrugën vadën ujt ka me shku, sepse rashi shumë në kopshtën e ti basqen e ti. E raste tila mund të ndodhë që t'jem prej me laqeve. Mund të ndodhë t'jen edhe për gjenve. Mund të ndodhë as për me laqeve, as për gjenve, por njeri të duket ashtu, e që këta psikologi tani kanë ato mënyrat e veta, e halulacione, e këtë dione, i kanë ato termet e veta, shpjegimet e veta psikologët, që i shpjegojnë, por mund tjetë. E që i bje se mas psikolog mund të duket njeri ju të ashtu. Tana këtë mund shme janë. Mund shme janë. Do të marrim telefonatën tjetër, e cila po na pret. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Allah është përbleft hoxhën edhe juve nderuar për krejt këto që po e bëni për neve. Unë pata një dy pyetje të shkurta që mos më u marr kohë. Unë jetoj në Gjermani dhe lindjen e fëmisë më duhet me pa tash në spital, mirë po inshallah në mënyrë normale. Unë jam ambulesë, mirë po mutrat ato që stafi janë gjitha femra, mirë po janë të feve të tjera. A lejohet gjatë lindjes edhe 3 ditë pas lindjes që duhet me qëndru në spital, a me qëndru me shami para tyre apo pa shami, për shkak të feve që e kanë djetër, ka si krishtera ose fe tjetër. Edhe pyetja e dytë, pas namazit të xhumas, 2 rekate që falen pas, a janë të rangut vajxhib apo sunet, për shkak që hymja në xhaminë e arabëve është tepër afër meshkuj me femra, edhe nganjëherë po duhet me dalë si po falit xhumaja për shkak që mos më blloku aty, sepse po rrinë afër xhamisë edhe mos me pasim kështu mos më mos më shtjell shumë femra me meshkuj, po dalë sa më shpejt vetëm po i marr fëmijët edhe po dalë.
Dashna më pyet domethënë çfarë rangu janë këto dy rekate Faleminderit për vajzeva. telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum, ndërkaq ne bëjmë një shkputje të shkurtër për të ndjekur së bashku një blok marketingu dhe pastaj vazhdojmë tutje. Qëndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rymlang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe përfasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne kemi qelsin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të këtij misioni dhe me pyetjet e asaj motrës në pjesën e parë që i bëri, thotë pra në diasporë Gjermani, si zgabojmë, thotë kam me bënë një lindje normale në spital, por këtu janë kryesisht punëtorët femra të feve të tjera. Më duhet me qëndru edhe 30 pas lindjes, sa kam të lejuar nëse ato pra mund të rritë këtu pa shami ose pa mbolesë kështu më radhë. Allahu ta lehtësoft të lindjen, të ngëzoft me blat hajrit, ti do të merret me shamje i motër. Nuk është çështja e kontaktit apo të nejës me motrat të cilat janë të feve tjera, sepse ato fundi janë femra. Por kur je në spital, je në një vend që mund të futen edhe doktorat, mund të futen mjek, mund të futen drejtori i spitalit, mund të futen njerëzit meshkuj që nuk kanë të drejtë me të papashami dhe ata nuk mujnë me të thonë me tërkit ndirë, vesh shami se për hione. Ti të menet me shami. Ti të menet me shami. Kaq? Po pra, shumë normale. Çështja tjetër se përket të dy recateve të namazit të xhamas. Në fakt, pas farzit thak ja. Po. Nuk ka rënë vajgjibe atë të në sunnet, sepse dy vajgjiba nuk bëhen të njëjtën kohë. Ne falem dy recate të xhamas o kry borxhi për drek. Për çat mesdit borxhi o krye. S'ka vajgjib mo. Kështu që ti bën mirë që del herët më njëherë mas farzi dhe ik shkën të shtëpia për më shmangë kallabllakut për zirjes me meshkuj, shkën të shtëpia e fal dy recate në shtëpi. Të cilat janë sunnet, me fal ndash të shtëpia, ndash në xhami, me që më mirë është me fal në shtëpi, dhe kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ose 4, bën 2, bën 4. Mas farzi fal të shtëpia, po bën edhe hiç. Sepse kryve, në momentin që kryve farzin, dy recate dhe imam selam o kry xhamaja. Xhamaja është ndarë në 2 pjesë. Drekja i ka 4 recate, xhamaja është ndarë në 2 pjesë. 2 recate të drekës kanë me 2 recate të xhamas, ndërsa 2 recate të tjera zaventsen hutbeja. Për ata e hutbeja është farz, vajgjib, dhe hutbeja dhe namazi e kompletojnë xhaman krejt. S'bën njëra pa tjetër. Apo, për post nëse s'ka mujt me zanë hutben, je vanu e falë namazin atyresht, por të 4 të plotësojnë këto. Vazhdojmë me telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta më bëni pyetje hoxhës, e kam lexuar një ditë një artikull dykon në Facebook, thoi që domethënë artikulli ish për rrugje diçka që bojnë, edhe lexova që përmend diçka shikimi i zemrës, ndryshe peçushim basira, edhe tha që pak njerëz e kanë ato, domethënë veç ka njerëz të veçantë që e kanë çat shikimin. Deshta më interesoi që më bëni gjysh kurreshtare për më di çka është që kjo se kisha dëgjuar më herët kur. S'e kuptoj edhe herë, basira është, po çka komentar? Po, falke diçka në lidhje me rukje që është një farë lloj shikimi i zemrës që e kanë veç rukjegjit, domethënë është një farë shikim i zemrës po thërke ndryshe basira. Pra rukjegjia mund me shiku zemrën, kështu po i bie. Po, veç rukjegjit, domethënë edhe veç me kanë i devotshëm ose njëri veçantë e pallaj çat shikimin e zemrës. Dyqysh u bona kurreshtare me ditë tash. Në rregull, faleminderit. Ju përshëndesim, selam aleikum. Selam aleikum. Selam. Pra rukjegjia, Yes. ose njëri i Jo, mrim tash. ka të bëjë me punë të rukjegjit tash, nuk di që ka desh me thonë, që kanë shkruar në Facebook, ama basira është kur një diçka e bën me suqelësi, me maturi, me siguri dhe bindje të plotë.
Allahu e thë pejgamberi thuaj, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, unë jam në basire, ala basire. Ala basire, pra unë jam i vetëdijshëm për këtë që po veproj. Dhe jam shumë i bindur, i paluhatshëm. S'kam pikë dyshimi se kjo është e vërteta. Dhe s'ka tjetër të vërtet pas kësajna. Kjo është basire. Muslimanët adhurojnë Allahun ala basire. Adhurojnë Allahun ala basire, jo e dyshimt. Ala basire, me bindje jo i pabindur. Ala basire, jo me hamendje. Tamam? E bën një punë ala basire. E bën një punë pasi që ta kupton tamam hakun, të vërtetën, argumentet, faktet, atë rrugë do të më ndjek dhe bismillah nis. Kjo edhe për punë të dunjas ala basire. Por më shumë përdoret për punë të dinit. Kështu që ne muslimanët adhurojmë Allahun ala basire. Të tjerë nuk adhurojnë Allahun ala basire. Asnjë. Krejtjen të dyshimt. Edhe ata që kanë atë bindje, dhe kanë bindjen pa i njoft faktet argumente, sepse argumentet janë kundër bindjes tyne. Nuk përputhen argumentet me bindjen e tyne që e kanë. Tamam? Për shembull, merret një sufi ekstrem. Sufi ekstrem. I cili shejtran, shehat e vet. Për shembull, bësh ilustrim. Dhe thua atina, a je sigur të që për adhërën, thot, po, s'kam pik dyshimi. Hajt, qka s'ki pik dyshimi? S'kam pik dyshimi se shehi jam, zgabon, se është i më rrinë, se po pra, lutje tina se këthejet më ra, po, gjërat që a i me ndonë. Tani, ti nuk mundesh me kontestu bindjen e tina. Njëre shumë i bindun. Tamam, shumë i sigurt i bindur. Po nuk është e basire. Nga se kur fillon të mja sjell faktet një ka një, thot e valla nuk e di, e valla nuk e di, e valla nashta. A shef nuk ka le basire. Kolohati, më njere. Për shembull, thu, po mirë që e filoni, a njeri? Po, a ka njeri të pagabushëm? Po para se më bëj shehaj, ose para se më bëj preft, ose para se bëj filan ku ta diune, a ke njeri thjesht po, a pat gabime ai po. Me momentin që u bë tash në zonë që atë postaja, automatikisht ndryshej qenia e tina, po është i njëjti, vetëm se titulli ju rrit. Grada, valla titulli grada ju rrit, po njëri është i njëjti. I njëjti është ai. Andaj që është bo deri djeke si ne, ndërsa sot hipi mi ne dhe na fal neve gjënat. Ka herë kja. Ka herë kja. Kurse këtë privilegj ta kanë pejgamber të Zotit. E ku e kanë njështë të tjerë? Ha, më njëherë e fut njëri në hamendje. Nuk është ala basire. Tamam? Kështu që ala basire pra, kër e mërë njëri një rrugë, që është dini islam, është Korani, është Suneti janë, ala basire. Kjo nuk do thot për punë të rrokjes. Kjo përdorët është në krejt që është të dinit islam. Për ata ne dhe me punue që njerëzit tonë me i bindur, se kër binden ata me fakte dhe argumente, binden, të i fol njerëzve, të i sjell fakte, të i sjell argumente, të i sjell shemboj, njerëzit binden. Nuk imponohen, po binden. Ne nuk imponojmë njerëzit, po i bindum njerëzit. Tjerë të imponojnë, nëse mund me imponu, po nuk arritin me i bind. Apo i bindin përkosisht, por prapë se prap, i mbetet një lëhatje, andaj edhe dalim për i dinit let. Nërsa tonë nuk dalim për i dinit let. Ata që dalim për i dinit islam, dalim se nuk janë ala basire, nuk janë të bindur. Se kanë kuptu si dohet dinin. Se kanë kuptu, se kanë njëvë zotin e tyne si dohet. Se kanë njëvë zotin e tyne si dohet.
Për mos me thona, is desen për Zotin e vetë. Pse qëta të cilët e ndrojnë fenë, qëta gjemat e ri që janë, ta din diçka për dina, e njofin Zotin e vetë ta. Ta haber nuk kanë për dinë Islam. As kanë pas kur. Pra nuk kanë qenë në lëbësire. Po. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Po. Nëse po dëgjohemi, ordoni me pyetjet. A kemi në linjë, nëse është, në fakt nuk po dëgjojmë. Nuk po dëgjohet, atëherë po vazhdojmë me një mesazh ose për inkuadrim tjetër në regjia. Presmi pak po thotë, atëherë presum. Atëherë po vazhdojmë me mesazhet. Mimrama, kemi telefonatën, po. Selamu alaikum. Bani pyetje për hoxhën. Po bën ordnoni, vetëm se na lexojnë në radios dhe komuniko vetëm përmes telefonit, ju lutem. Bani pyetje për hoxhën. Po bën ordnoni, vetëm se na lexojnë në radios dhe komuniko vetëm përmes. Pra na lexojnë në radios apo televizor dhe komuniko ose fol vetëm me telefon. Jo desha me bani pyetje hoxhë se kam një djalë smut. Po. Më kanë thënë me prej një kurban. Për djalin me bon jetë, po ku mbet një hoxh këtu në Malishe, më ka thënë munesh me prun ja pare mi prun te unë këtu, ja se me prej po kom që më kallëzu qysh është ma mirë, a mirë me prej mi qu pare hoxhës, a me prej na këtu në shpe dhe qysh duhet me vepru. Dikush për në thetë se duhet me prej e me shkip, po unë pa kom qep me bon jetë për këtë djalin që unë smut. Qysh, a mon më ka dzu hoxhës qysh duhet me vepru. I falenderit, natën e mirë. Natën e mirë. Allahu është shëroft. Nëse ka ardhë vdekja me dine me iman, me dalë për dënjasja mund të soft, me fjallën la ilaha illallah, e mos të vjen në ranë kjo da që për bëj, sepse vdekja vjen. E ne nuk e dim kur kujt e ka caktu Allahu vdekja, por e dim se tanë kemi me vdekur. Dhe në këtë nuk ka dyshim. Sa nana për cilë vladën e vetë, sa të dush. Dhe në Allahu me sëpërvu, ati vjen e gjeli, ka sos, ka hargju rësku, ndërsa nanën tjetër për prind është sprovë, sa po qëndrojnë, sa po janë të vendosur sa bërle, sa po bëjnë sabër, sa janë të lidhët me Allahun e të tjerë. Kështu që ne i marrëm sebepet me kërku ilaq për smuarit tanë, por të njëjtën kohë nuk e dim nashta edhe për kësaj smundje vjen edhe vdekja. E nëse vjen me faqet bardhë e me la ilaha illallah. Se i përket prerjes së kurbanit për të smut, unë nuk them se është ndaluar, po në fakt ai nuk ka kurban. Se kurbani është për Bajram. Preje. Po me dhënë sadak muslimanëve. E pejgamberi ka thënë davu mërdakum bis sadaka. Mjekani të sëmuarit e juaj me sadaka. Nuk ka thënë thërë në kurban. Po mjekani të sëmuarit e juaj me sadaka. Jep sadak. Kështu që ti je bashkë me familjen tani, jeni të lirë. Me dhanë para, që të hoqë e këni vetë, me thonë haqë qoja dikujnë a kënë të shesh ti, tudhës, ose qënja, ose gjomën atë dikan, hoqë gjomën atë dikan, përpazëm atë dikan që është fokara, i sëmur, s'ka me që më blej lache, ose është fokara, ose ka nevoj, ose ka familje antarë shumë, është me ndima socialit të tjerë, fokara, nevojtar, gjomën atë dikan, ja jepi do pare, e ti bëjnë jetë me mashëru Allahu e vladin tem. Po mundesh edhe me marrë do një dele ako djone, a ljopa që ka dhe qoftë me prej, e me shkep fukarave, mundesh edhe ashtu me shkep mish, po mundesh me shkep edhe me dhane edhe pare. Paret jenë më të nevojshme, njerëzit më shumë ka nevoj për pare,
Më shumë ka nevojë për parë njerëzit, sepse nga një herë mishin e prejnë, e shkep, po nuk e hajnë. Ose s'ka nevojë për ta. A për para ka nevojë të gjithë. Andaj mendimi jam është që jep pare për te dhe bën e njetë për të smutin që Allah me shëru, po edhe kur t'ja dërzoni paret, jo apo hoxha, kushdo qoftë që ati që jepni paret, mja përmend, me thonë, këto pare i ke për një të smut tonin, lutë Allahun le ta shëron. Lutë Allahun le ta shëron. Po. Vazhdojmë tutje, inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Ndeshta mja bo një pyetje hoqës. Pornoni. Unë aktualisht punoj me një shok temin me një punë, me një fast food. Dhe me thonë, veç që e kemi orarin te për gjatë, dhe me thonë 16 orë në ditë. Ndeshta me pyet hoqën, a i kem të lejume, dhe me thonë fetarisht me punu ka gjatë. Ku punon? Sve di aty Ku punon? Në Kosovë po jashtë Kosovës? po këtu në Kosovë, Jo, qështi. po ku punon? Çka punoj tha? Fast food. Ha? Fast food. Ushqime. Po, tani? 6 motor. A Po, falesh aty? Dikush më ka thonë që mos po puna ka që ti për ta biten tani A falesh në punë? e kem halal. O musliman, a fal namazin? Po që 10 vite folëm. Edhe në punë e fal? Edhe në punë folëm edhe gjatë Tamam, kry, në rregull. Do me thonë më shelëm lokalin. Në Allah rregull shpëleft, është, Allahu faleminderit. në xhenet qoftë. Edhe në Ramazan nuk e hapëm ditën. Është sa mirë, mashallah, te barakallah. Shëndet shumë do të meni pas pak këshillin. Selamu alaikum. Shumë faleminderit, shumë Allah e trujtë të faleminderit. dashur. Selam. Ju selam, Allahu trujt, Allahu trujt. Ta që 16 orë kjo çështje marrëveshje mes njerëzve, mes dy palëve. Kjo është punë qiraje. Unë të marr ty me qira për çdo ditë nga 16 orë. Unë kam punën kohën kërkesa me 16 orë, kërkesa jote është me lyp lekt sa për jep. Apo unë tham, mu më dosh 16 orë për kaq me ta paguë orën apo ditën. E jo tash me pranu, me refuzu, ose me kërku shtesë. Po ram dakord, atër jena si mbas marveshjes. E pejgamberi ka thonë, a.s. el muslimun ala shurutihim, muslimanët janë si mbas marveshjes që kanë bas, si mbas kushteve. Unë ta kom qitë kusht, si pranari i këtij biznesit, restoranët që ka është ajo, me arë në 6 deri në 6, apo me arë në 8 deri sa i bjerë me punu 16 orë. Unë ta kom qitë këtë kusht. Atë kom rajt, atë kom ashtru, jo. 16 orë ki me nejtë punë. Ti paguj ka që ka është ditën. Ti e lyp, ose thu pos, pa problem, ose thu pa kama orën, ditën, ose shtama lekon, më rëndësi bin marrëveshje. Aron marrëveshje në rregull ke punë. Kjo në punë në rregull. E për që më ndëm vetë vetën e sane, ajo që është e këtë këthejt e ti tash. Këthejt e ti. Ka njeri cili bën 2 puna. Plot njerëz në për këtë dynja, në Kosovë, jashtë Kosovës, ka i bën 2 puna. 9 orë punën punë në një kompani, sepse 8 orë ka punë, 1 orë ka pauzë, 9 orë punën një punë, pas ta i kthehet, handbook, ose pe aty që kanë drejt një punë tjetër, e manja 5-6 orë. Dhe i bën 6-17 orë, 18 i bën punë. Në ditje, ndërsa sa jesin 8 orë tjera, që 8 orë shënë ndonë, me fjet, me nejt me familje, me hangër, me pi, me familje, këtë ndonë qëtu. Nga se nuk i del një pagë dhe detyrot nga ratë me punu. Ta shë ka halal, e ka halal. Për deri sa mas të randej vetë vetën atë shumë që e shkatëran. Sepse me shkatëru vetë vetën, e hinë hak vetë vetës. E me hinë hak vetë vetës, e hinë gjëna me vetë vetën tante, nuk banë. Po ka njerë njerës nuk kanë qare. Andaj thëto zëtë, inshallah nuk po hinë gjëna me vetë vetën të hem, se s'kam qare pa punu, sepse kam borqe, sepse këto, sepse ato. Trasta i hak familjes, grus shambull, fëmijëve që i takon shumë pak. Po jo, nëse është me, po, tash edhe kem pyetje mirë kjo. Nëse është e nevojshme punu, është e nevojshme punu, nuk e hin hak. Ndërsa nëse nuk është e nevojshme, e thot gruaja të dyta, do vënzo dy jana, tanat mirë të ka dhënë Allahu. Nuk kem nevojë punu na menet, nuk kem nevojë menet kompani 20 orë, 18 për të marrë të gruaja të fëmija, po mundet me hin hak. E vërtet,
Ama ka dallim kur është nevojtar njeriu, ka dallim kur nuk di mungi. Ka dallim. Kalojmë tek një mesazh ku thotë selam aleikum për ju dhe për hoxhën nderuar nga Prizreni, kam një pyetje, cilët njerëz do të hyjnë në xhenet dhe cilët njerëz do të hyjnë në xhehenem? Do shta pyetje përgjithshme. Këtë, po, përgjithshme është kjo mesele. Kjo është kjo mund ta ndajmë ne marrë çfarë synimi ka ai në kuptim të përgjithshëm. Në kuptim të përgjithshëm, në xhenet do të hyjnë besimtarët muslimanët, pasues të pejgamberëve. Alayhi salatu wassalam që ka qenë të kaluarën, edhe pasues e pejgamberit ton, që ka pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, muslimanët. Ata që janë musliman dhe vdesin musliman kanë për të hyrë në xhenet. Herët havon. Ndërsa ata që janë jo musliman dhe vdesin jo musliman, apo janë musliman për vdesin si jo musliman, sepse dalin prej dinit, ata xhenetin s'kan më pa me sy kur për jetë. Kjo punë është e kryer me qindër argumente nga Korani, Suneti e të tjerë. Kjo është kuptim të përgjithshëm. Nga se njerëzit në këtë dynja për të Zotin ndohen në dy grupe, musliman dhe jo musliman. Kështu ndohen në ahiret. Tani jo muslimant janë tajfe, grupe. Muslimant janë një grup, janë ummeti pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Musliman hyjnë në xhenet. Jo musliman nuk hyjnë në xhenet. Ndërsa nëse shkojmë në kuptim më të ngushtë, pastaj kemi shumë hadithe për shumë lloje të njerëzish, të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përshkruan, për shembull, ai i cili han komatën në xhenem, ai i cili vron njeriu në xhenem, ose me jetës me hadithe. Këtu nuk po të tregon musliman jo musliman, madje edhe më tjetër musliman. Ka argumente që dhe muslimani përshin, ka me hynë xhehenem. Ai që është mendje madh, ka me hynë xhehenem. Ai që lehan tokën tjetër, tisën tjetër, ka me hynë xhehenem. Dhe kështu me radhë, kështu janë ma të detajuara, të cilat i tregojnë cilësitë e arabëve të cilët kanë me hynë xhenet. Ata që janë modeste, fuqaraët, që gjinoha kështu, po janë drejtë, në zemrat e bardha i kanë. Ata hynë xhenet edhe shpejt hynë xhenet ata. Ndërsa ata që janë më të kibërin, mendje më dhaje, koklartë, ku ta dione, ata nuk hynë xhenem, nuk hynë xhenet, hynë xhenem. Rumna Zot. Kemi telefonatën e fundit për sonte. Selamu aleikum. Apo dëgjojmë telefonata urnoni? Selam aleikum. Aleikum selam. Deshta Vetëm komuniko përmes telefonit, mos na dëgjo përmes televizorit. Selam aleikum. Aleikum selam. Shpresoj të jeni mirë. Mirë ju. Deshta me abohu gjithë një pyetje, a është haram me këshir Big Brother? Tjetër? Jo, vetë kjo. Ndërkohë faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit shumë. Inshallah nuk e këshyr ti këta, atë as nuk e këshyr printe tu, as familja ju të kërkush, sepse ata janë shejtana, argat shejtanëve. E shejtan nuk janë vetëm shejtan gjin, po janë shejtan edhe njerëz. Shejtan janë dy lloj. Shayatinul jinni wal ins, Allahu ka thënë në Kur'an, shejtanët nga xhenet dhe shejtanët nga njerëzit, të cilët i ndihmojnë njëri tjetrit për me përhap rrëmuj, me bë fesad, me përhap antivlera, me luftu vlerat, me luftu punë të mira, me përhap punë të këqija. Dhe çdo njeri i cili ku do qoftë ka përmendë kë, qoftë diku tjetër, që i bën i ka këto cilësi këtu tipare, qoftë vetën, qoftë në grup, mund të jetë vetën, fesadxhi, ka shkon bën fesad, rreth me njerëz, vjedh, mashtron, o nxerpetina jo vetëm familja, edhe vetëm lagja. Në dynja, të lumt, në dynja, dhe shtetën nxerpetina bre? Shtetën nuk të qaj bën atina. Ajo është një shejtan. Ajo është një shejtan. Në formë të insanit. Dhe nuk gjena me thonë kështu, me përshkru sepse kështu është, ajo është një shejtan. Po nëse është grup, janë grup shejtanësh. E tani, ai që i përkrah ata, ai që i këqyr, në farë mënyrë i përkrah. Dhe ai që i përkrah është pjesëmarrës në ta.
Kështu që është haram e punë. Ata Allahu i dhëzoft i drejtoft, sa ata e kanë punë ekstrem keq. Ata kam i poshtru Zoti, ata që përhapin fesat, për tyne dhe ata dhe të tjertë, kam i poshtru Allahu, kam i nënçmu Allahu, kam i ndëshku Allahu në këtë dënja, para se me ndëshku në ahiret. A këtëre ta morën punë të kryne, së është përëmtimi i Allahut, për ata që luftojnë dinën e Allahut, i luftojnë muslimanët e Allahut, i luftojnë librin e Allahut, i luftojnë këtë moral, këtë nder, këtë karakter që ne përhap neve, këtë dritë qellore, këtë Koran dhe këtë dritë qellore, këtë fe. Ata janë dëshman të Zotit. Allahu martë hakën ta dhe këmë marë hakën ta, por ne themi drejtohet të Zotit nëse ka hajrin ta. Po. Të hoqë këto është fundi për sonte, faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues të TV-s, për më gjërësisht e përket ligjëratave dhe emisioneve dhe aktiviteteve të hoxhës, ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, TikTok, Instagram dhe YouTube me Dr. Shevçet Krasni, që ndërkaq repriza e këtij emisioni është nesër në orën 12 në RTI. Mirë takofshmi të martën tjetër. Selam aleikum.